Mirë se vini në kanalin tim VIP TikTok HLB. Mimbroma, qa bone? Që bre, se nuk e di shputet interneti, ja po futem live, tash po munohem. Jo, rri këtu në telefon, apo do me ardh live aty në TikTok? Okej, po rri unë në telefon, po të ndjek, kokos, shumë mirë. Jo, më folë tu, nuk ka nevoj se, a kupton, nuk ke nevoj se dalin shumë zëra pasaj, po ty ishe edhe në TikTok. Okej, pra se edhe internetin e kemi shumë do, po se edhe dritat njëherë fiku se jemi me një zonë shumë thellë, mund flasë shumë përgjigjem. Dakor, tani unë, mu më kanë kontaktu sot kjo Odeta, edhe më ka thënë për këtë rastin tuj. Unë këtë historin të atë seriozisht mu ke dhim, se normal unë kam fëmi dhe të kesh fëmi, dhe e kam djek me vite, e kam pa, dhe sa e mora vesh, direkt isha i gatshëm që të bashkunoja me ju ndihmu me qatë doni ju. Kost, falenderoj shumë një herë për gatishmërinë që tregove në emisionit pa gjurmë dhe gatishmërinë në emër të një nane, sidomos kur bënd fjalë për Bleonën, atën duhet të qohemi gjithë në këmbë dhe të bëjmë thirrje në rreth të parë vetëm ta gjem atë vogëlushe që më mungon me vite, dhe me thanë e u bon gati një dekadë që po kërkoj ma të mirë dhe ju kisha lu gjithë bosave TikTokut të marrim masa qoftë nga ana e kërkimit dhe qoftë nga ana e kontributit vetëm të bëjmë të pamundurën për ta kthyer Bleonën, sepse është një rast shumë i dhimbshëm, jo për mua familjarisht, po se po, dhe për zemrën e një nane, por edhe për mbar nana shqiptare dhe kush është prind. Tani, du të di çfarë ndihme kërkoni, ç'a duhet të bëjmë ne për ju? Ju, do me thanë, e keni ndjek rastin tim me vite, besoj se rastin ka tranditur mbar trevën shqiptare ku flitet shqip. Ne në emër të Bleonës dhe në mbështetjen e Bleonës kemi hapur një GoFund ku të mbështesim për ndihmën e Bleona Matës. Dhe njëherë të bëjmë thirrje që kur din dhe ka parë, le të na japi një informacion për Bleonën. Tani unë nuk du që të vej edhe në siklet edhe me ta shu, po du me ditë ti, ku ke në një dyshim për shembull që me ndonë për shembull për të fëmija jo që qa mund t'i këtë ndodhë? A nuk ke në një dyshim për shembull se ne i gjithë të kohë? Ku je bazu? Ku e ke për shembull atë? Dyshimet e minja janë vetëm tek 5 gocat që janë dëshmitarët e krimit, dhe vetëm gocën e kanë quar për bërësim dhe unë jam e detyruar si nën të punoj në rrugë private, në rrugë ligjore, që më duhet brekos një të me thanë, një shumë për ta kërkuar të fëmijëse 16 vite, unë nuk ka se kam gjetur drejtësi, se po të kisha drejtësi që 16 vite nuk kishte zgjatur ki rast, dhe ju kisha lutur gjithë shqiptarëve që kanë zemrën ndaj një fëmije dhe dhimbje ndaj një fëmije, sa do pak të jetë shumë atire, është një kontribut i madh për kthimin e Bleonës. Sepse ato e di se për çfarë e kanë dhënë gocën dhe për çfarë vetëm ato edhe Zoti dhe shpirti i asaj goce 6 vjeçë din çfarë ata ti fëmijë. Unë jam shumë kurioz me e ditë se me që të kam dhe ty këtu ballë për ballë që ti je ballë për ballë në telefon, ku ka qenë Bleona atë ditë që e kanë marrë? Aty në fshat, para dyqanit duke luajtur me po mirë, nuk e ka pa as një person që për shembull se tani ta marrësh një kalamar në fshat, dikush duhet me të pa. Të gjithë e kanë parë, të gjithë fshati e kanë parë, përkundrazi kur ishte edhe motra e ish burrit, vajza e Agjës ish burrit, është një krim i fshehur brenda familjes Mata dhe vetëm unë po e përjetoj këtë dhimbje, të tmerr, të tragjedi, të mërzi, vetëm Zoti. Po shteti, a ka marrë masa shteti edhe? Atë është përgjith shteti? Jo, nuk më është përgjith shteti. Do me thanë, shteti ka bërë kërkimet në atë kohë vetëm në mal,
5 kriminalet janë të lira dhe unë nuk e di ku kam fëmin tim. Po kush janë këto kriminalet që janë të lira? Mund të ma thush? Këtë është, do me thanë, Alketa Mataj 1, Gentiana Mataj 2, Qamile Mataj 3, Rudina Mataj 4, Gentiana Mangaj 5. Të 5 fisi, të 5 gocat fisi Mataj, ma kanë shdukur. Po që e kjeti këto gocat? Me mbi emër Mataj. Baba i Bleonës i ka gjithë pjesëtarët familjes, ish burri. Që se nuk jam mo me ta, ish burri ka të gjitha pjesëtarët e familjes. Njëra është motra vetë, tjetra është vajza e gjajgjajt vetë, tjetra vajza të vetë dhe di tjerat janë koshia, të gjithë me mbjemrin Mataj. Të gjithë me mbjemrin Mataj. Janë motrat e burrit tatë? Njëra është motra burrit, tjetra është vajza e gjajgjajt, tjetra është vajza e tezes dhe di tjerat janë koshi. Po tani, okej, dakor se ti ke dyshimet, po si mund të marrin për shembull motra ime të marrë fëmin tim me duket diçka shumë kështu, a kupton? Absurde, është merr, sepse ato goca nuk ka punuar shteti që ta vuajnë aty mbrapa qelis për dhimbjen që ma shkaktuan mu dhe dhimbjen e pafaqshme të një fëmije 6 vjeç. Ti mendon që është një puç familjar? Shumë, sepse gjithë fisi Mataj është i rritur në krim, kur unë isha më në gurë se mo, pa lëshuan dorën. Rast Po në një dyshim tjetër, qa ke pas për shembull në një dyshim tjetër, në një gjë për shembull? Okej, se ti vërtet mund t'i akuzosh ta i 100%, ose 99% mund t'a kesh për shembull që është ty, po mund t'jetë edhe 1% që mund t'jetë edhe diçka tjetër, a kupton? Nuk duhet bazosh vetëm diçka, duhet mendosh edhe në një gjë tjetër, ç'a t'ka shtyr mendje që mund t'i ketë ndodhur Bleonës, përveç kësajt. Ç'a mund se ti kupton je mendja e nanës asnjëherë nuk i shkon goja apo ti thot zemra që i ka ndodhur diçka fëmijës vet, por goca është dukur vetëm për hir të vajzave. Okej, se unë e kam diskutuar këtë muhabetin e rastin tënd, e kam diskutuar para një 6 muajsh ku më ka rastin muhabet dhe për zotin e kam diskutuar për kokë çunit. Me tha një shura muhabet kështu dhe e kam diskutuar këtë rastin tatë. Edhe tani jam kurioz me të pyet, mbrapa 16 vjetëve që ka humbur goca, ajo tani është rrit, ajo mund ta ketë gjetë për shembull një mundësi me telefonua, me bë diçka, ç'a mund dyshosh? Ajo është një fëmijë shumë e shkathët, një fëmijë shumë inteligjente, 3 gjuhë tuaj i ka ditë vetëm me televizor, po ku e dim ne se si e ka gjendjen, a lën të lirë, a i lën telefon, a i lën të me thanë rrjetet sociale. Për 16 vjet ajo, a kupton mund ta gjente, për shembull nuk e di, ose po mund ta kenë ngonjë në çdo lloj fëmijë të kanë vdekur, prindit nuk të jetojnë më, apo diçka tjetër. Unë dua ta bëj një thirrje të mblidhemi gjithë shqiptarët në kërkimin e Bleonës dhe të kontribojmë që të kthejmë Bleonën në rrugë private. A besa? Se je prind edhe të dhem zemra, kur të mungon fëmija 6 orë, jo 16 vite. Është një dhimbje që s'ka fund. Dhe unë të falenderoj dhe Zotit të bekoft që tregove gatishmërinë e një njeriu me zemër të madhe, në emër të një djali që je shumë vullnetar. Më beso, dhe Zoti ju bekoft familjarisht. Faleminderit. Kjo është dhimbje që nuk gjen fjalë ta përshkruaj. Sepse, do me thënë, 5 kriminale të lira, unë nuk e besoj që shteti ka bërë një punë të pastër kur ato e dukën gocën, dhe akuza ime si nënën ndonë, pse e more fëmin tim pa djenin time, edhe si e more nuk e ktheve, qëfar akuze donë më shtetin nga unë. Qëfar dyshimesh më, kur ato 5 gocat kanë vazhdu jetën, kanë familjet e veta dhe Bleona nuk dijet ku është.
16 vjet ke që e kërkon gocën edhe bravo të shumë. Mos harroni bëni like dhe subscribe. Bravo të qoftë, je tamam burnesh, për zotin, burnesh. Bravo të qoftë. Vetëm unë personalisht dhe nuk do t'i ndalim derisa ta kem shkrimën e fundit. 16 vjet jo nona shkret valla, shes jo nona. Nona. Do bëjnë thirrje gjithë shqiptarëve, gjithë bosave TikTok-u, gjithë njerëzit që Tani kanë çan dime do nga mu dhe nga njerëzit e mi dhe nga populli im dhe nga ndjekësit e mi dhe nga kjo. Çan dime do të bëj më thuj. Është hapra kot Tani një. unë dua edhe diçka që njerëzve të mi që do të ndihmojnë, dua të di se për çfarë do shkojnë këto lekë, vetëm kaq. To do të shkojnë për kërkimin e Bleonës në rrugë private, qoftë për detektiv, qoftë për avokat, qoftë për psikolog, qoftë në kërkimet e minja që 16 Aty do jemi. E tani më fal se të ndërpreva, i kam një 3-4 shok këtu që po komentojnë që janë çuna që kanë kontribu në çdo lloj GoFund, janë çuna bosa që kanë fut shifra lekësh. Është Arioni nga Tepelena, i shoku im që komentoi këtu direkt, është ky dhe do falenderoj dhe zoti ju ashtoft. Unë ditë them që ne shqiptarët, a kupton, jemi për njëri tjetrin, sidomos në këto raste që janë raste serioze, janë raste, si me thënë, dhimbshme, normal që ne jena të gjithë për njëri tjetrin, edhe unë do jem i pari si nga të gjitha që kanë lidhje me TikTokat dhe me influencer që kanë për të ndihmu, se më keni kontaktu, se unë për zotin s'kam pas në herë kontakt, po më ka marrë ajo Odeta sot, edhe më tregoj rastin sa në gjova. Odeta tha, Kozaku e tregoj një gatishmëri, tregoj atë qunin vullnetar, atë qunin me zemër të madhe, sepse je prind, edhe imagjino të të mëngoje fëminja, edhe ta dish ti kriminalin e fëmijës që t'ja bash një të keqe, dhe si ka qenë kjo jetë për mua. Tërë. Sa vite, vetëm mbështetjen e prindërve kam pas, asnjë mbështetje, qoftë nga shteti, apo nga bashkia, apo nga komuna, absolutisht zero kanë qenë. Për zotin nga mu e ke ndihmën deri në pikën e fundit, për kokë të çunit. Zoti bekon, unë do t'i moj jo vetëm me një ditë, po me qatë kesh nevoj, kam për t'i mu, unë do doja që ti, unë do t'a hedh GoFundin tatë në TikTok, në Instagram, në çdo rrjet që unë kam. Shumë shok, shumë miq, shumë dashamirës që i kam, do i them që do të ndihmojnë. Po e mira do ishte që të vijë edhe live nesër, ta hapshe një TikTok, nxirr edhe atë GoFundin, edhe besoj se do t'i jepim një dorë të mirë me gjithë njerëzit që jemi këtu, me gjithë. O zot, bashalla, përse dhe jam shumë larg qytetit, jam në një zonë ku akoma nuk kemi rrugë makine, më besoj, jam në një zonë të thellë, qytetin e kam larg, spitalin e kam larg, për kërkimet e Bleonës më duhet 3 orë me hecë për të arritur në Kukës. Pse, aq larg është, O larg që nuk ka makinë në vendi, është të shkatërruar rruga. Sa kalamaj ke? Bleonën edhe djalin e kam më të vogël, di fëmijë. Sa vjeç është djali tani? Djali është viti ditë, pra i vogël është djali. Do me thënë, ai rrin në konvikt, sepse për shkak të situatës, për shkak të rrugës, për shkak të gjendjes që duhet faturosh, duhet paguash, nuk e di, është nuk gjen fjalë për shkruaj për këtë dhimbje që po e mbajnë bisupe ka 16 vite. Ta përballosh e vetë me një nan, këtë dhimbje nuk është as ka qenë dhe as nuk është e lehtë. Dhe të falenderoj me zemër, falenderoj shumë për guximin, iniciativën që ke marrë dhe të mblidhemi të gjithë. Po jo, se është për të bë kjo raste se ti je fidhikat, nuk bëhet llaf, ne kena ndihmu njerëz tu
që s'kan pas Ju kanë pa dhe taksirat që ke pas ti dhe i kena një mua, kupton. Nuk bëhet laf, unë nga mu ti numrin time ke, unë thash, unë nesër du që do flas dhe me ata të emisionit që më kanë kontaktu, edhe do bëj edhe diçka edhe në emision me dalë për ty, me të përkra e me të bë në çdo lloj pike, edhe pa pik interesi, pa pik asnjë gjë. Arsyeja është vetëm se me që më thatë, do ju përgjigj se ka njerëz thonë jo ashtu e bë për të marrë lavdrata, për të marrë famë, apo ju më keni kontaktu vetë, unë ju kam thënë po. A kupton, nuk është se do thojnë ja e bën për famë, e bën me marrë lavdrata, me unë nuk jam me e bo, as me marrë me famë një mirë lavdrata ti kirkos, më që ke marrë. Ma ndjeu zemra, merë di kesh e bën. Faleminderit, po jo, unë thash, nga mu do bëj maksimumin e maksimumit. Zoti truaj dhe ju bekoha maksimumit e ke nga mu, edhe nga shumë që janë ato, do me thamë bështetësit e tu, fancat e tu, të mblidhemi të gjithë dhe të kontribojmë vetëm për gjetjen e Bleonës. Dhe Gofonti nuk e dija e ki e ty ati atë ka ma ka qu ajo Odeta, edhe unë tani do merja dhe pak Odetën në telefon, që njerëzit ta ndgjojnë. Pa tjetër. Dhe tani bëj dhe në pyetje tjetër? Pa tjetër. Në një dyshim tjetër, ku ke pas gjithë të kohë, përveç këtyne që ke? Tani dyshimet janë në vend. Edhe një pyetje kam. Pse mendon që mund ta kenë bërë këtë gjë ato njerëzit që më përmene çfarë? Po, janë mashtruar brekos për para, sepse në gjendjen e avokatit. Mendon që e kanë shit Bleonën? Po, dhe dhe me tha në gjendjen kur ka tërhiqë avokati, dosin janë rritur në shfetet në shumë amaramence dhe ta vuaj një fëmijë këta për para. Nuk e imagjinoj dot. Ardhman një, nuk e di një krim. Tur për familjen mataj, tur për shtetin që nuk i dhani rrugëzi dhe kësaj çështje ka që të dhimbshme. Dyshime kemi tash në shtetet ndryshme, kemi pas Gërqin, tani e kemi për momentin Frankfurtin e Gjermanisë. Dhe më duhet se s'ban të paguaj një detektiv, e pa tjetër. Se këto nuk po punojnë si që duhet dhe jashtë mund tjetë regula tjera. O, që hallit ka gjetë ty edhe. Shumë, bra, shumë, nuk e di pse. Shumë. Ta vuaj një fëmijë për 5, me ndër me thamë për 5 lavire, ta vuaj një fëmijë 6 vjeç. Nuk e di që them. Po tani ato tani i ti je, se tani ti po të kenë ato 100% se mund tjetë edhe në i gjë tjetër, a kupton, nuk i dihet. Se tani s'mundet me marrë unë besën time me ja bo atë gjë, po me më dhënë botën, kur nuk e kisha menu, jo me e bo. A kupton? Absolutisht. Se është diçka shumë, a kupton, se 5 veta, a më kupton këtë kozakon, 5 veta do kish dalë, do dali, në 16 vjetë do kish dali laf, do kish dali i diçka. Ti dakord, mbaje dyshimin këtu, mos e hiq, po duhet meno edhe i herë i gjë tjetër. Menja nuk duhet rri vete me i vene. Po mirë, po ato 5 gosat kanë pas të dashur, 5 gosat kanë pas në ato kohë pra 16 viteve nga 5 telefona, ish vjera e ka pa persona që janë vunë brapa gocave, e kanë pa për një person me flok gjata duke tërhiqur një fëmijë zvarr. Do me thënë, ne si familje... Ma mena që e kanë marrë ata, po e kanë marrë me të mira, e kanë futur në makinë, e kanë ikë, se zvarr. Jo, se nuk ka qenë Leona fëmijë që t'ju binte dikuj. Pastaj ato mund të kenë bënë lloj një që gjumje e që janë ata, po për momentin gjithë fshati doli dëshmitar. Kur erdhi policia, absolutisht ndryshe neve, ndryshe policisë. E kanë parë gjithë fshati, mës të parë ish vjera e ka parë. Po, ish vjera kur e ka parë, ku e ka parë për herë të fundit?
Jo vira ka pat personin duke gërë një fëmijë zvarë, edhe një qonë 3 që është dhunë brapa 5 gocave, pastaj ka arë familja nga mali dhe ka marë gocën duke luajtur para dyqanit, i ka bërë 30.000 lekë ambëlsia me mashtru edhe e ka quar atje në mal. Pastaj për gjysore i kanë mbaruar punët. Po pse e lenë mal ti gocën? O ato erdhën e morën, më kod nuk e lashën, goca ishte të lujt me djalin. Qamilja dhe me thamë, vajza gjagjajt burit, erdhë e morë, se qishna shpijat në gjitë, masaj vajza rrinte tek ato. Ajo vetëm Qamilja si ka besu, Qamilja ja ka impunu në të farfeje një Sa vjeqe mund tjetë goca tani? 21. Po 21 vjeqe, për shumë fëmija 6 vjeqe, ma me nonën e babën, nuk arron mo. Ajo shumë i men, po varet nuk i lonë fare rrite sociale, more. Si rre 21 vjeqe edhe ta ketë pa. Ore, dakord, mund tjetë edhe kjo, po... është shumë e komplikume se 21 vjeç paktën ajo del rrugë, ikën te policia, priti herë, thot. A kupton? Nuk ka lidhje me zinxhir. Kemi pas kontakte me prokuror, me ekspert, me avokat, me detektiv, me gjitha thot vetëm po ti kanë bërë një lavazh truni, po. Po, vetëm sot është një ilaç që quhet turbulencë, ja kanë fshi gjithë trunë dhe ajo dhe me pa prindit sot nuk jeni ju, se gjithmonë është ja fshin memoria, mund t'i rikujtohet memoria, po zgjatin disa vite, se unë e njoh Bleon se kush është një fëmijë shumë, asaj s'mund t'i thëmë tash i fëmijë se është e rritur, po vetëm ajo po e vua një dënim pa bërë krim. Dhe këta më pasë, e kam thënë në gjitha mediat për 5 gocat, ka ikur goca, varë se si ka pa gocat, varë se në çmnirë janë sill gocat, dhe pastaj, kam thënë po të babi Bleonës, e kërkon Bleonën? Absolutisht edhe një thirrje nuk e ka bërë Markoz, edhe një thirrje më të vogël. Si ka mundësi, ma? Nuk kam pa unë ase njeriu tjetë jashtë normave dhe shije pa shpirë që mos të bajnë një thirrje për fëmin, po si ta banja e thirrjen për fëmin kur ashtë më 3 veta autori duke zvajza gjallajt e tizë, skoshia. Si mund dale? Si ma për fëmin e vetë si qepse, nuk e di, unë për menimin tim për fëmin e katroj botën, aj nuk mundet me bo një thirrje, ai e ka bon shtetin të dishoj, ai e ka bon shtetin që t'i vinje të mbrapa. Po shteti ella, ku ka dyshu shteti ella, me gjithë të akuza që ke dhënë ti, shteti që ka bërë du me ditë? Shteti i ka marrë 5 gocat në fillim, i ka mbajtur ka 2 orë në pyetje, i ka sjellë në shtëpi, i ka quar te Krimeteranda përsëri, me macchiato, pizza, hamburgera, i ka kthy në shtëpi. Imagjino ku ka rrit drejtësia dhe ne krimit po ja hapim rrugët. Këtë një datë që të ngrijemi gjithë në këmbë, të bëjmë protest, drejtësi dhe vetëm drejtësi për Bleonën, të vërtetën dhe vetëm të vërtetën për Bleonën. Do ta caktojmë një datë, do ta bëjmë, do me thanë, fjalë me gjithë mediat që të mblidhemi të gjithë që 5 goca të arrestohen dhe të tregojnë të vërtetën, sepse na hallakatën, jo Gjermania, jo Italia, jo Greqia, jo more ti kesh edhe me pulti nuk mundesh ti kontrollosh. Ore, Gjermania është e madhe, se në Gjermani mund t'jesh, po disa e madhe është Gjermania, ku gjesh në Gjermani? Është e madhe dhe ti nuk je me letra, se ku mund të rish. Gjermania e madhe. Gjuhën nuk e di, janë shumë opsione që ti nuk mundesh ti bash direkt. E di si vetëm duhet bërë foto asaj Bleonës, që ka qenë e vogël dhe që edhe duhet ja modifikojnë se si mund t'jetë bëhe madhe, është një program që dikush e bon. Policia, për shumë, mund t'a gjej Interpoli, si ka qenë dhe si mund t'jetë bërë. A kupton se njeriu ka ndryshu për 16 vjetë, nuk është më... Ka qenë 6 vjetë, është bëjë 21, normal që merë pamje tjetër, gjë tjetër, po ti pare ti mbesit. Po ti paret si, do me thamë forma ti paret ti mbesin. E ja kem bon, se kemi atë identitetin e Bleonës, se si mund të njifet ajo sot, sepse ja ka bon drejtori i CRCA-s, që quhe një zotri që duhet ta falenderoj Altin Hazizi, dhe unë do ta dërgoj nesër foton e Bleonës se si mund të ndodhet sot ajo, dhe ma të foto duhet kërkuar, jo ma të voglën që ishte 6 vjeqe.
se tani unë nuk marrë vesh, për shembull, një fëmijë 6 vjeç, mban mend për shembull shumë gjëra, Shumë ban, shumë. se unë për shembull s'maj mend 6 vjeç, me thënë të vërtetën. Kos, po tash i fëmijët, do me thënë, kosuq, me Sashon Bleona ishte një inteligjencë e papar për moshën e vet, pra nuk e di, s'ma morën qaf, ma larguan bashkë në momentin kur kishte nevojë për nanën shumë, për ndihmën time. Nuk e di shtrem. Unë atë di që do Zoti dhe bashko me Bleonën, unë do ta quaj ringjallje. Unë çdo ditë kam qenë e vdekur. Më beso. Ti mos dish ku ke fëmin, mos ja të gjërëzarin, shteti nuk vepron, krimi asgjëru në 4 anët. Nuk është as pak e lehtë, as pak. Po në i shenja, ka Bleona në i shenjë. Po e ka një penë në anën e djathtë të fytyrës në nofull një shenjë djegje, sepse duke luajtur me fëmin e kunatës më të rëzburit, e ka shtinj pa dashje në shparet. Imagjino si është përgatit krimi. Ditën e premte ne i nxjerrëm certifikatën për ta operuar, ditën e shtunë urdhuk vajza. Ka qenë shumë plan i përgatitur gjithmonë nëpërmjet 5 vajzave, se ato për çfarë kanë dhënë dhe për sa para janë mashtruar vetëm Zoti dhe ato e dinë. Se edhe në fshat atë dikush që e ka njoh terrenin e ka marrë, se s'vjet dikush me marrë fëmijë në fshat ashtu tafti bafti. Normal, se ato e kanë pas spionin 5 gocat, atë ditë është pa një makinë me targa 5 Mercedes. Unë du më ditë si kozak, çfarë shenjash ka lënë për shembull autori, për shembull dikush që e ka pa i sigurt, jo me llafe kalovi një makinë këtu kot pa lidhje dhe mund të ketë kaluar njëri për qeft vet, kupton? Po flasim në një provë që ti nuk ke ka lanë shenja, sepse momentin personi që ka tërhiqur një fëmijë zvarr, është hipur në atë makinë. Po si e ka tërheq fëmijë zvarr? Si e ka tërheq fëmijë zvarr? Po se nuk ka bind fëmija, pra nuk ka bind, ajo ka qaj. Një fëmijë 6 vjeç mund ta kapësh kështu direkt dhe mund ta marrësh, është shumë e thjeshtë. E kanë po njerëzit pa zemër. Pa zemër e kanë bërë, sepse ato janë llogaritruar. Unë nuk e mendoj, unë tani si kozak, unë jam çun 32 vjeç, qa nuk kam kalu një jetë, qa nuk kam pa, qa nuk kam ngju, e kam pa e shumë. Dhe për shumë për të marrë një fëmijë shumë e thjeshtë, nuk mund ta kapësh në kraj, mbyll gojën e more, ike u futet në makinë, pse duhet me rreziku me e marrë zvarr, ku të nëse me e marrë zvarr është, ata nuk... E kanë parë 400 familje që është tërhiqur një fëmijë duke qajtur. 400 familje e kanë parë tu e marrë zvarr dhe nuk ka lëviz asnjëri? Jo, kur ka na policia ka thënë ishte një prind që rrafte fëmin e vet, ndryshe na thanë ne ishte një person me flokë gjata. Unë nuk i besoj shumë këto llafet që mund thojnë e ka marrë zvarr, nuk më duket e bindshme kjo. Kjo mund të jetë thjesht alibi e njerëzve. Po ja, pra, që në ditën që ka humbur dhe tashi që na doli dëshmitari, të njëjtat fjalë ekzistojnë. Makina me targa 5 Mercedes në Vlorë, vajza ka ndjenjur 3 muaj në Vlorë, pas 3 muajve është nisur për Greqi. Po kush e ka mbajtur në Vlorë? Tash dëshmitari është në prokurori. Kush është dëshmitar? Është një nga Vlora që telefonoi në studion e emisioni pa gjurmë, ai tani është si dëshmitar në krimet e rënda, përsëri ato persona janë me mbiemrin Mataj. Dhe kjo është kulmi. Nuk e di. Çfarë viti ka ndodhur kjo? Do me thënë 22 maj 2010. 22 maj 2010. Po. Dhe gjithmonë në fillim, policia thoshte, a mëse e kanë gran gocën Arusha, a mëse e kanë gran Ujku, nuk, a mëse ka marrë Shqipunja, gjithmonë... Bravo, këtë gjë të them vërtetën, me që ma the vetë se unë nuk do ta thoja,
Po këtë gjë them vërtetën e kam menduar dhe unë, them sinqerisht, se në për fshatra, në për gjona, kafsh, dhe mund të ndodhë për shumë diçka po prap do kishin gjetur një shenjë, një puc. E ka mendu këtë, po ka mendu Kozaku flet me mamin e Blona Matas, mos harroni bëni like dhe subscribe. Po prisë, është këpuca këtu, është bluza, varë. Arusha nuk ta han as kurdelen, as atletet, as strikën, edhe sidomos me 22 maj kur është pranverë dhe gocat ishin me lop, me keca, me qingjan. Unë nuk e besoj njëherë, zemra ime nuk e thot kur. Jo, se shumë njerëz themi të vërtetën, unë personalisht e kam menduar vetë këtë gjë, historinë tate, unë tash që e kam diskutu dhe mendja të çon në shumë lloj mendimesh. Edhe ka mendu, për shumë si shtonin dikur që ka pas shqiponjë që merrte kalamajt. Ne i kena ngju se unë jam rrit në herë fshat, po çka kena ngju këto njerëzit tonë. Dhe i ka mendu edhe këto gjona se ku nuk menja të shkon, po prap kam thënë do dilte një çizme, do dilte i xhup, do dilte një shenjë, kupton. Ore nuk do doli për një muaj, po do dalim mbrapa 3 muajsh, mbrapa 5 muajsh. Nuk ka shans, për të kam thënë, bëni hiç ne këtë, absolutisht mos të shkuje në përmend, se të kanë dish për me mbill pistën, është e sa tjetër. Po, që po hanë, Arusha me 22 maj fëmin, nuk ka shanse mëre, Kozak, sepse ajo trikën ta len, gjupin ta len, atletet i len, nuk këto kanë qenë thjesht për të mbillur gjurmët. Dhe këta nuk e besoj kur. Sidomos kur ka keca, qingja, lop, që 5 gocat kanë qenë me bakti dhe ta zhduki një fëmijë, unë nuk e imagjinoj dot as nuk gjen fjalë ta përshkruaj që shteti që në fillim tregun ato me i toshin burgim me vdekje, sepse zhdukët një fëmijë totalisht të papaqshëm. Po jo me vdekje, po ajo është ti varros është gjallë, jo ti dënosh me vdekje, ti dënosh me vdekje është diçka shumë e mirë se i shpëton. Këto është kush bën këtë lloj krimi, unë po të isha kryeministër, do apeloja nenin vendim, varrosje të gjallë, ti varrosësh gjallë të lloj njerëzish, nuk janë për të vrarë, me për t'i varur i banderat. Për kamsh edhe i varkët, për me atë dishti, se kanë thënë edhe, i kanë hapur edhe këto muhabete Arusha, gjona, ha? Po, i kanë hapur normal, dhe me thanë policia, dëshin me thanë e ka hangre Arusha, e ka futur ndë një shpel, apo diqka, thjesht për të mbuluar krimin dhe unë. Po kërkime, a ka pas për shumë të ka i fshati, në për rreth e fshatin? Po, dhe me thanë, fshati u zgjua gjithë në kam gra, bura, goca. Kanë kontrolu, ha? Po, e kemi kontrolu edhe në si familje 3 muaj e verë, gjithmonë, mos e ka zanë gjumi, a mos e ka humbë rrugën, absolutisht asë një... Po me ka ishte në malë atë ditë që kishtë dalë në malë? Po, erdi qamilja e mori, para duqanit. Qamilja, ku e qovi qamilja? Okej, e mori qamilja, ku e qove? Te 4 gocat ati që ishte mali si për shpis. Po mi, pa, aty, kush e kishte në shikim? Të pesta. Po ku iku pra? Ku iku? Po ata e din pra se nuk kemi shtet, ato deshin varë mes qytetit. Ore, dakord, 1 minut, ti, për shumë, kur ke folë me këto, a nuk e shku për shumë me i thonë, okej, ku iku? A ishit atë, ku iku? Ku thoni, qa kanë deklaru ato në polici? Mirë me ty, se ti mund të kanë thënë, në polici, qa kanë deklaru? Në polici, du me ditë, ku ka shku? Qa ka deklaru në polici? A e ke pas këtu? Po, ku iku? Ku? E avukatë në polici ka tanë 5 vajzat, ti ishe e fundit, ti ishe me ta, ti hangre buk me ta, ti ishe, unë isha, fërshëlloj një njëri, thira dihe Bleona, më përgjegji tretë, nuk më përgjegji kështu, i kje deklaratat edhe në shtet kaqë. Ti ishe, unë isha, asë gjë më tepër. Nuk është kjo që unë ishe ti ishe, se nuk është tu lënë paketën edhe ishte këtu edhe shkoj atje. Kjo është rast serios, se imaginoj do të si, tani qa, unë të me di qa deklarate kanë dhënë këto të pesta, qa ka deklaru ti ishe, kush ishe, okej, për ka kanë thënë ato që ti ishe,
Ajo do ta japi deklaratën. Mes Gentianës e Qamilës ka qenë, sepse Gentiana e ka dërguar Qamilën me marrë grepin thujza ka qenë për të marrë vetëm Bleona. Ka qenë e përgatitur planin gjitha situata. Si iku Bleona, qa kanë thënë ato, ku iku Bleona, e kishit parasyve, si iku? Absolutisht, Qamilja na sa neve shkokse e baktit, kur erdhëm, Qamilja me Gentianën i kishin marru hesapet me Bleonën. Po pra, dakor. Tani, kur ikën këto me këthuj lopët, kush iku me i këthuj lopët? Tre goca tjera, di tjerat kanë qenë me Bleonën. Këto të dyja që kanë qenë me Bleonën, qa kanë deklaruar këto të dyja? Ku iku Bleona? Ashtë një Bleona, dishi Bleona me ikë në shtëpi, unë s'mon e ndale, fërshëlloj një njëri. E kush e mori Bleonën? Nuk e tregojnë ato persone. Po këtu do ta kapi policia dhe ta tregoj te policia, të rrinë burg deri sa të zbardhet hetimi, sa të zbardhet çështja. Ishte ka policia djalit në ver, po he. Pra, policia do ta kapi dhe ti thot deri sa të flasësh, do rrish tu brenda, jenë hetim, deri sa të gjëndë çështja. Që kjo punë ty iku, si iku, ti ke gisht. Hajde se po nolli gjokë. Ato e di se ku që kam dhënë vajzën, ato e di sepse unë edhe në familjen me ata se sot jetoj tek prindërit i mi, unë kam qenë ajo zemrënane që ka ndodhur ty kjo gjë kështu, e di pse të ke vajtur deri në këtë lloj pike ti, sepse ti nuk e pasur përkraje, 1, nuk e pasur mundësi ekonomike, 2, nuk e pasur shumë gjona dhe edhe jenë këtë fazë, se po t'jesh tani, për shumë të... Jo, unë do me thanë pas duke zgocës, kam djenur një vit ati. Unë zëra 5 avokat për 5 gocat. Unë zëra avokat, baba i Bleonës tërhiqi dënëncimin, se po i del motra në televizor, nuk pi martohet motra, pin gjil motra në dirë, gjithëmon, a ka një krim kaq i mistershëm, si ashtë hata ta thuash. Besa. Jo, kjo përderisa ato e kanë pas të dyja aty, ato në qofë se kanë qenë të dyja aty dhe thonë që ka ikur në shtëpi vetëm dhe humbi, ato për mendimin tim, ato duhet ishin në burg dhe duhet të rrinin në hetim deri sa tu jetonin si pas ligjit dhe pastaj mund... Ato do t'ishin sot e asaj ditën nga 2010 deri në 2026 ato duhet të kishin vdekur në burg, jo të vazhdonin jetën, absolutisht, por nuk, si që ka thënë avokati, nuk kemi pas ekspert të policisë sonë, dosjet kanë bën pluhur, kërkimet kanë ngelur vetëm nga na ime, nga na e shtetit 0, nga na e baba Bleonës 0, nga familja Mata 0, hadi vetëm unë nuk e di çfarë të bëj më unë, vetëm duhet me bon veç gjyqësi, s'kam që me bon, nuk di që me bon, më rrugë e fundit. Ti e shumë e forte, për zotin, ta kuptoj hallin, për kokë quni, ta kuptoj hallin dhe m'vjesh shumë kesh, e kam fëmijë vetë, s'mund ta imagjinoj dot, nuk mund ta imagjinoj dot se çfarë ndjesie mund të kesh, dhe me ta dhënë edhe gjithë botën ti nuk naqesh më. Jo, unë zemra ime është e lëmduar ku shkon më. Nuk ban më. Unë si pas mendimit tim, nëse sa larg kanë qenë ky veni me shtëpinë tate? Një 10 minuta, bre, këto vetëm kanë pas, imagjino që Amilja që ka bankar dhe ka marrë gosën para dyqanit. Dyqanin e kishna me shpinë 10 minuta, e ka qu me një rrugë tjetër, ka bje 30.000 lek ambërsira, thjesht për t'ja imponuar gotës. Hajde se janë pjek lulesh 30, hajde lona, e ka gënjër gosën atë farfeje, për 1 orë, ato i kanë bon hesapet e veta. Po ima plani në qofë se kanë marrë ato, plani ka qenë i thurëm me kodha, ka qenë gati, dita ditës, veç më prit moment. Policia di shumë mirë se do gocë ka pas 5 telefona dhe policia va ka mbajt telefona dhe pse s'treguan, do me thanë uniforma blu, se çfarë ufshis telefona? Po tani du me të pyet, po ti pse ti më theq parë që e kanë marrë me dhunë? Jo, personin që, nuk e ka marrë Qamilja me dhunë, personin që ja ka ndërzuar e ka marrë me dhunë. Po kush e ka pa që e ka dorëzu?
Oj, more, më së pari e ka pa i zhvjera. Po i zhvjera, pse nuk ka shku me denoncu, që thot ti... Oj, vjera ka tregu këta i zhvjera pas 30 ditëve, kos po themo, se gjithë shka është shërë brenda për brenda, more burri vetë. Tung, kanë lujt, tamam. Unë nuk e besoj këtë gjo, janë loqe fshati, kot pa lidhje. Dhe me thanë, të humbe fëmija djalit dhe vjera ta tregoje këtë dhimbje pas 30 ditëve. More zot. Unë tani në gjokë të se në për fshatra flasin pakin, egzagjerojnë pak, kupton? Dhe nuk ma mëndja që ta kanë marrë me dhuna, ta kanë marrë me qefe, kanë marrë i fëmijë vogël, ja, sa e stegu e ka. Nuk nje. Se të marrë. Nuk nje se të ka prind. Po jo, po e merën. Minja qanë, gjo normale se qanë. Po ata, ku janë këta njerëzit tani, këto gocat që akuzon ti? Njëra është e martuar në Bice, tjetra është në Rogozin dhe 3 tjerat janë të martuar në një fshat të Kosovës, Serbi, Mitrovic, Brezovic që nuk flasin shqip. Po ne, a keni kërkuar? Kam lanë brevent, e s'ke dirë sa mo familjen e ka pas edhe dita në telefon, edhe si ju përgjishta mos ma prish në jetën time sepse kam djalin. Dhe për fëmin tim nuk i interesoj ke. Imagjino një qamilje me lujt një shtet, me një gisht. Po qamilja, kush është tani qamilja? Vajza e gjagjajt burit, pra baba do me thanë vjeri ma ta vlizur. Baba i Bleonës gocë gjagjaj. Nuk e di. Po burri jot, ku është ish burri? Kur? Ku është tani? Nuk e di që 14 vite jam da me ta, mërë ka di shteti e gjithë shka, nuk ka se ma sa është i vendosën ka gjithë një veniher, në fillim ka pasjetuar në Tiranë. Tani, për momentin, si që ka thani vjeri në Kroaci, sa në Kroaci, sa në Gjermani, sa në Macedoni, një zot e mervesh. Po ai nuk ka dalë në njëherë të kërkoj fëmijën e vetë fare? Absolutisht. Jo. Nuk e di, Markos, vetëm Zoti është i madh. Po këtë babën e veta, nuk e kanë rujt në njëherë, mos e ka ai gocën. Po nuk e di pse ta mblonë në Shqipëri e njeh edhe fëmia i vogël. Po si unë as nuk më shkon mendja një prind, për shembull, ta mbajë mbillur fëmin e vet, nuk e imagjinoj. Nuk e di që them, sa i nuk kanë se ka në një vend, ai Macedoni, Kroaci, me raste Gjermani, edhe vëllezërit i ka atje, edhe kur nuk e bani thirrje, edhe do me thënë edhe shteti thot duhet të ndiqet ai person ligjërisht. Sa do fëmia, për shkak se unë jam prind vet, fëmijën e vet e doaj, se ka mundësi mes me dashmin tatësh. Për ta nuk mund vjen gisht sepse është prind, por përderisa nuk bën një thirrje për fëmin, shtetin e ka vënë dyshim. Shumë dyshim, ja pak. Se sa do, a kupton, ai është ja ka fëmijë, kupton, veç me qenë kanibal, pasi po të kanibal është tjetër muhabet, po fëmijën e vet. Unë do me thanë, ai pastaj humbje dhe goca, e mori edhe djalin 3 muaj, se ndoshta do shkrua njerëz pse unë dava, po diçka, se unë u lodha duke dhënë përgjigjve njerëzit që nuk kuptojnë zemrën e një nane, dhe unë nuk mund t'ja jap askujt mente mia. Tani më fal që po të pyes, po tive që jeni nda me burrin. Kjo ka qenë arsyeja që humbi goca dhe u ndave. Po prit humbi goca. 5 avokati zonë për 5 goca që ti dënonte shteti këto dhe të dilte në pa e drejta e Bleonës. Baba i Bleonës tërhoqi denoncimin. Ligjërisht, njëri nga prindit, po tërhoqi denoncimin, shteti nuk merr ka hapat e dur se ishim bashkë. Pastaj kulmi që ishte, mori djalin, se djali ishte 3 vjeç,
3 vjeç e gjysë që shto për 4, mori djalin, në ato kohë kur ishte mlujt truni mu me mërzijat e mia, mori edhe djalin, e qojtë më fravet në kams, as nuk ma lam ataku, vetëm shpirtje me diçka për jetu, as nuk ma lam të takoj djalin, as nuk e hapte telefonin, as nuk i kthente mesazhin, atë qënë puna ndarje mërko, dhe qënë automatikisht puna ndarje, e për ka me nëjtë unë në zapot, me ndojnë vetëm pastruse, gocën një, qunin një, burin një, si ashtu se njerëzit nuk e kuptojnë hallin e tjetrit, për çfarë trisha unë zapot. Unë kam qenë ajo natë që i kam prit me prokuror, me deputet, që i falenderoj ka qenë Aslan Dëgjani, ka qenë Flamur Noka, ka qenë prokuror i përgjithshëm Anton Martini, kanë qenë gjithë, babajnë e Blonës nuk e kanë gjithë ati ki mori djalin, deshti maratis edhe djalin mëre. Imagjino çfarë ka bërë ai print, mama për djalin nuk ja qiti, djalin shkova ja mora në Tiranë dhe bëra zgjidhjen e martesës. Po nuk shkon puna, më ishte të mvlut truni për mërzin e gocës dhe unë do të merrem akoma mat njëri, për motra ati e zhduki vajzën dhe unë tjetoj në atë familje. Po nuk vjen koka me një estek me kriminali, nuk ban. Një prind që s'kërkon fëmin e vet, larg atija. Qatë do me të bo dhe në qatë ndime të boj me si nga finat? Thash, mlidhemi të gjithës, është hapur një GoFund, mlidhemi të gjithë nga ana financiare të kërkojnë vetëm për mbështetjen e Blonës, sepse po të zonsh avokat do, po të zonsh detektiv do, po të uftosh në emisione ku do, po të uftosh për një denoncim, faturim me gjithçka, do gjithmonë një ndihmë vetëm për mbështetjen e Blonës. Dhe mund ta japësh edhe GoFundin, edhe gjithçka që je një njeri me zemër të madhe, je një njeri që ke famë, do kisha bën thirrje edhe patriotit tim Alex Vishës që ta çoje zërin për Bleonën dhe Aleksi, të ta shpjegojmë puna, Aleksi nuk ka lënë njëri shkreti pa një mund në për GoFund dhe në për ashu, po kur kanë dalë e kanë shajt pa arsye, asnjëri nuk ka dalë me emrojt me thënë o zio, pse e shani, pse e boni, ai ka një mund. Unë Aleksin e një, Aleksi është një njeri me zemër shumë të madhe. Aleksi ata se është edhe origjinë nga Kuksi, unë do kisha bën thirrje, le ta ngrinjë zërin se është Aleksi, jam unë shumë i sigurt që Aleksi jo e ngrezonin, po Aleksi bonamin, se ka bonamin për gjithë shqiptarët këtu, e ka bonamin, po të momente e falenderoj në emër të një vllai një, edhe ta ngrinjë zërin për Bleonën, sikur të ishte, domethënë, motre vet, goce vet, të bashkohemi të gjithë dhe ta kthejmë Bleonën e gjithë. Jo, doja thoja për Zion, për... Besoj se do të reagoje. Po, do reagoj. Aleksi nuk është marrë mo nga që dilni në shanin, a i një motë njerëz, jo këshu, dhe njerëzit nuk dolen me emrojt Aleksin kur e shanin. Edhe tani a i është mërzit, e di unë, edhe nuk është marrë mo nga që e kanë sha, e kanë bo, e kanë ashu, dhe njerëzit nuk e mrojtin, jo, a i një motë njerëz, jo për përfitove, jo për vode, jo për... Aleksin sa është njëri me ndinja, rasti i me prek Aleksin. Po e ti, nuk bëhet lafë që e prek. Aleksin nuk besoj, do me thanë se këtë thirrje në emër të një nane dhe për një patriote që i ka humbë nga Kuksi, nuk e besoj kur sa Aleksi kthen shpinën që saj situate. Dhe këta jam e bindur 1000%, jam 100%. Të mblidhemi të gjithë, ta bëjmë një shumë ka shku dhe me thamë pri donatorëve tjerë se gjithë e ndajnë dhimbjen me mu, na duhet një shumë 50, 60, sa të bëjë zemra donatorëve 20, sa nuk u kërkojmë në detyrim, gjithmonë vetëm me zemër. Ajo shumë sa e vogël tjetë, gjithmonë dhe tjetë një dritë, një shpresë vetëm për Bleonën dhe kur ta kthejmë Bleonën e gjithë shqiptarë, gjithë nanat, motrat, vëllezër, ne do t'jemi, si thon Krejevije, pra sepse
po luftohet vetëm për një fëmijë që i mungon mbar popullit shqiptar e sidomos zemër së një nani. Njerëzit tani që komentoni këtu, kjo është mi ka tregu mu hallën privat, ka 5 milion hallë, është fidhi 4 kjo orë, ju që komentoni do lekët, nuk ka si pik leku, kjo është në pik mes 4 rrugëve. Pa lek, pa gjë, pa për kraj, pa... Nëse pëlqen se video mos harroni bëni like dhe subscribe. Çfarë do thonë, lek, po si s'do lekare. Po me qa do ta gjej kjo me milingona apo me gura ka përdej? Ka paguar, sa ka paguar që në do lek, po është halë, është në halë, është halë gjie, s'ka as një njëri, a fidhi 4 gru tek pull. S'ka as një. Kush do t'animoj? Kush doj t'animoj? Ju që bëni komente, shu kod do lek do, se qa do? Me qa do t'a gjej? Me gura do t'a gjej? Mund të vabash reparte dhe të rdukush komplet, sepse nuk... Kush do me dhen lek, kush do me animuj t'animoj, kush do me bë gam dali jashtë, nuk du më ndim nga negativat. Me qa do t'a gjej? Do lek, po lek pra do që t'a gjej, me qa do t'a gjej kjo gocën, do gjej gura në rrugë, do t'japi gura. Lek, me lek e gjenë. Një avokat pa leka, një psikolog pa leka, një më falë për shprehjen, o teta, më falë për shprehjen, pa lek, as në tualet nuk i këndot. Absolutisht, ashtu është, ku t'ja banë zemra kos, kujt nuk t'ja banë zemra, neve nuk do detyrojmë njëri me zorë, me i thonë, as me i thonë ore gjunis, kush ka dëshirë, kush ndihet i prekur, kush është njëri që ka mundësi ekonomike, nuk themi një që s'ka mundësi ekonomike, hajde nimoni. Kush ka në njoni mundësi ekonomike, kush ka mundësin, me a gjujt, sa ti lindin zemër nuk vejmë shifra, sa ti lindin zemër, po ja gjujti, ja, edhe e camaj. Si qojnë lekët asajt, do ta edhun go fondin tek Instagram im, vlaj, janë edhe 3-4 shok tjerë që më komentun këtu. Do e edhun të linku, o camaj kam për tani mu këtë se, o nën burnesh, nuk e kalon kur, sa nuk ka dorzu pa blok. Edhe do kisha bon thire dhe në TikTok, gjithë nanat do me thonë i kanë pa hallet mirë, e kushtet mirë, e ju a kanë këthi shpinën burit e fëmijëve, për unë jam ajo nanë që nuk ja lëshoj kur dorën fëmijëve minjë kur, dhe do t'jem ajo shqiponja me kra që do t'luftoj dirë në ditën e fundit për gjetjen e fëmijës tem. Vetë personalisht po dhe kretë popullin dhe vëllezërit e mosrat i kam me veti sepse... Edhe mu m'ke nga mrapa për Zotin si me pas vlajnë tatë, m'ke dhe mu, për Zotin, për kokë qurë. M'ke për kraje, për qatë dush, ndash për nga mënyra financiare, ndash për publik, ndash për me njerëz, me avokata, me qatë do me t'nimu, njofim lëj njerëzish, qatë kesh nevoj, do e kesh për krajen maksimale, jo vetëm sot, po kur dush numrin ti me ke vetëm merë në telefon, biles unë kam folë dhe me ata të emisionit pa gjurëm, dhe kam e dalë dhe në emision për ty. Më ka dalë shumë sa një djallë vullnetar, që ja përgjithë, unë me thanë dritë, nuk s'kisha si me gjithë ti, Thasho dhe sa muna për me kontaktu ma Aleksin, e kemi patriote, ai nga Kuksi, unë nga Kuksi, ai për kërkan mos me bon, thash kur për rastin e Bleonës, besoj se gjithë kush që kam dinja. Zion ta garantojnë, Zio është njëri që ka nimu shumë njerëz këtu, po ta shpjegova që ka ikë sepse njerëzit ata e shanin, jo bënë kështu, e i shkreti tu një mu njerëz edhe nga gjepi. E shanin e bënin, thaj, po ike unë tu argju, edhe leke, edhe gjona, edhe ko, edhe këto gjona, edhe fusin dhe të shamë, edhe mos të mroj as njoni, me dalë në njoni me mrojt, edhe pra ne nuk është marë më Zio, se Zio zemën që ka Aleksi, pak njerëz e ka. As nuk kanë dhimbje, edhe mund të lodhin me dhimbjen e tjetrit. Po me këto piranjat, a je marrë në herë me këto piranjat, se dhe këta janë të mirë këta piranjat? Jo, bekos piranjat, se piranjat duhet, nuk e di, jam unë i kapin 5 vajzat në koku, janë... Si se kapin e piranjat e? Kushe, piranjat e? Piranjat në vdekë shërat vinë të shpia. Vinë të shpia, po gocat janë në pikë më pinjës, do me tha, Mitrovic. Si e ke emrin tim falë se nuk ta di emrin të lutem? Bukurie mate. Bukurie. Ti duhet provosh çdo lloj opsioni që mund të ekzistojë, duhet me e provu.
themi ne nga Ferra del Trandafili. Kupton? E qartë. Kështu që ti duhet provosh, do thush nuk kam shpresa aty. Po provoje kot. Ku i dihet? Testopi. Ka emisione, duhet kërkosh. Tani që do të shikojnë ta edhe me mua që do të marr unë për ditë në telefone, do të fus dhe live në TikTok, do të vinë sa më shumë media, do të afrohen. Kupton, do të thojnë, hajde të ndihmojmë, se ka dhe njerëz human, njerëz të mirë, siç u përgjigja unë, që jam duke ju ndihmu pa pikë interesi. Shumë njerëz mendojnë se kur jam të e bë për audiencë, për famë, nuk e du, kam mënyra tjera me e bë audiencën e famën, e gjëna tjera. Mu më kontaktu, do ju përgjigjem se jam prind vetë, kam 2 kalamaj vetë. Dhe për zotin kam kalu dhe unë 1 milion hadhe, edhe kam pas dhe unë njerëz një jetë që më ka nimu. Edhe pranaj nimoj njerëz. Për arsye sepse unë kur kam qenë dikur pozita të vështira, ka dal një njeri që më ka nimu dhe nga hiqi, dhe jam çudit. Edhe prandaj ndihmoj njerëz. Se kam thënë edhe unë kur nuk kam pas më ka nimu dikush dhe nuk e harroj gjithë jetën. Kështu që edhe unë ty do të ndihmoj. Pasi lloj interesi. Edhe falenderoj gjithë shqiptarët. Të gjithë shqiptarët kemi janë duke na ndjekur 5.000 veta live, kanë 1 orë ca që po na ndjekin 5.000 veta dhe për zotin nuk e ke asnjë koment, as negativ, as thjesht gjithë shqiptarët. Unë jam një që kam luftuar dhe do të luftoj deri në vdekje, beso. Dhe unë si kozak jam e vdekur për të gjallë, po nuk ndaloj dot për të drejtën time. Jo, nuk ke si me ndalu ti për fëmin ta, edhe ti edhe në këtë botë s'ke për ndalu dhe në botën tjetër e vdekem nuk ke për të ndalu duke kërku. Këtë gjë ti. Unë duhet të bëj sa më e fortë me vëllezër dhe motra. Edhe unë të them vërtetën, pranova pa e menduar me të ndihmu, për arsyen sepse e ke meritu këtë gjë me të ndihmu dhe unë dhe shumë njerëz tjerë, sepse je një non burnesh që nuk ke ndaluar kur duke kërkuar fëmin tënd, edhe unë për këtë gjë që ke bë, unë të respektoj, çfarë do të bësh ti, çfarë do kushdo qofsh ti. A kupton, vetëm për këtë lloj gjoje që ti je tregu për fëmin tat, burnesh, për mu i ke një përkraje deri në vdekje. Edhe unë ju falenderoj shumë dhe kurdo që ndan dhimbjen me mua, Zoti begatov, Zoti ju ashtov bereqetin, shëndetin, pasurinë, sepse po bën fjalë për një dhimbje kaq të madhe se mund. Po te spaku, pse s'ke shku ndonjëherë te spaku me kamera të marrësh emisione? E kemi futur çështën në spak me avokat, po. A do me çun? Po më do flasim pas planë tjetër, do ta bëjmë, të thash të mblidhemi gjithë bashkë dhe ta bëjmë pamundërën për Bleonën. Ta bëjmë pamundërën. O Zot, beshallah Zoti bën mrekulli, o Zoti i madh. Tani qa do vish nesër që të nxjerr dhe këto gofondet unë këto gjonat? Po bashkë si nxjerrë qyrësone mërkos dhe ne kur dush pa merak. Po, unë kam për t'i nxjerrë me poste, me gjona sa ta mjudh live-in dire, kam për t'a postu. Po, në fakt që të në Instagram story se të pash, unë falenderova kishe hidha atje në Instagram në story, ju falenderoj pa mas dhe gjithë donatorët thash jam live me mamin e Bleonës do ta ndihmojmë vetëm. Sepse shqiptarët janë zemër gjan edhe din ku ta bajnë një të mirë. Po. Këtu ku vërtetohet. Tani do të vini nesër me adresën tate live, si mendon? Ismet. Po ashtu fut në robin tat. Me fola, me u marrë me gofondina. Po be. A më të gjonë? Drita, fokos, vendinim nëmë këto. Me ka jeton aty? Po ikin drita. Me ka jeton? Me nanën, vetëm me nanën edhe me djali. Ose nuk vini në Tiranë, me jetu në Tiranë?
ardhur, po me qa me ardhur, sa shpenzime kam bon për Bleonën 16 vite dhe edhe familje në mua kam fut në rënoja, besa. Mbështetjen vetëm tek familja kam gjetë. Babaj ka 10 vite që më ka vdek, të me thanë, nanën e kam 2 vjetër, nuk e di se me këto mërzi e kam gulfat edhe familje, besa. Dhe me thanë, jetë me një fat, nga ta shifon da live i dije që jam fikur drita. S'ka problem. Ti që komentova ashtu bëna fotës më shkujtën ku je, i thash live. Okej, pra unë të falenderoj shumë dhe unë falenderoj dhe falenderoj gjithë shqiptarët për kontributin që kanë bërë në emër të Bleonës. Shumë faleminderit, shqiptarët do të përkrajnë deri në fund. Që morë gëzimin dhe u tregove një djalë me zemër të madhe siç i ka lind nana djem shqiptar. Unë jam çuni vujt vet, kam vujt vetë 2 milion gjona dhe më dhimbse njerëzit që kanë, sidomos këtë rastin që ke ti, është rast seriozisht për të ndihmu dhe për të ardhur shumë keq. Gjithsesi, unë kur të mbyll live-in do t'i postoj të gjitha ato dhe do merrem me ty. Okej, falenderoj shumë. Falenderoj dhe unë pafund dhe dua të bësh sa më e fortë. Shpresa është që vdes e fundit dhe ti. Ne jemi shqiptarë dhe nuk do të dorëzohemi pa e marrë vesh të vërtetën. Jo. Uroj gjithë mirë dhe Zotit Bekov dhe edhe ty Zotit Bekov. Faleminderit shumë dhe ciao. E mbyllim. Qa taksirati, dhe sa që nam ka ardhë pasha kokën e qunit. Në ka ardhë keqë. Do të animoj këtë grunë, gjunafë. Kjo ka halë. Kjo është halë. Kjo është halë që mos i raftë kujtë. Mos i raftë asë hasmit. Kjo është halë. Kjo është halë i keshë. Ankojnë i kodë disarët. Edhe më shkujten, biles një Instagram, atat emisionit, në këmë thanë kërkojmë ndihmën tonë dhe për ishu. Sa e mora vesh që ishte kjo, i thash direkt jam pro. Direkt jam pro, i thash do ju nimoj, edhe kam për ti nimu deri në maksimum, do bëj maksimumin. Nuk e bëj as për fam, as për audiencë. Kam audiencë, fus Meti Senin, aty filloj të bëj budalishe, e qoj live-in, sot në qoj trapi, fus 2-3 pederasta, ata dhe i karin, e kam audiencë. Nuk është se e bëj për audiencë, o quna, e bëj vetëm se nënë e modë që zina bëhet mishi. Kam fëmi vetë, jam vje keqe, edhe mos me pas fëmi. O daku, është histori që shumë e dhimbshme, edhe më vjen keq, më erdhi keq, shumë keq më ka ardhë. Edhe pa e njoftë këtë zonjë, më ka ardhë keq. Po ku më thirën, kam për t'i nimu deri në maksimum për kokë familjes. Biles do i them edhe disa shokëve të mi që kanë mundësi ekonomike, sa biljardera që i kam unë vlezër, që janë kartela. 4 veti kam unë thot sama, e ta angsha zemrën, dhe i them qunave, ta animojnë. Nëse o përqerë si video, mos harroni, bani like dhe subscribe, e shifë një video në tjetër. Gjunaf, në kuptan nuk është se.